kushtet një nga një. Pse e keni parë që ka pas gatishmëri për me i plotësu kushtet? Qëre, partitë opozitore kanë kallëzu që janë të gatshme me u futë edhe në koalicion me Kurti. PDK-ja ka lyp marrëveshje klasike koalicioni, para presidentit, para zgjedhjes qeverisë, edhe thëjke që nëse e zgjedh qeverin pa na thirrë neve me folë për president, na nuk shkojmë në takime fare për president. Kurti e zgjodhi qeverin, i votoi marrëveshjet ndërkombëtare, e votoi buxhetin, kur i ftoi për president, shkuan me një herë. Domethënë, i ran pishmon fjalëve që i kishin thonë para 2-3 javë. Problemi tjetër, LDK-ja lyp kjo marrëveshje po ashtu klasike politike, me nda pushtetin. Po shpresonin që Kurti nuk e jep. Ka shpresuar, toni. Po, sepse ata donin Kurtin ta vendosnin në pozicion jo konstruktiv, dekonstruktiv. Edhe kur Kurti ja u ofroi, këta mbetën pa tekst. E bëri publike, madje. E bëri publike dhe këta nuk kishin alibi qysh me i kësaj përgjigje, sepse vetë kishin kërku. Këta akuzonin Kurtin që po i dënon 3 pozitat, dhe Kurti ja u ofroi njërën, sigurisht me të doptën. Mirë po, kur ti i qetë qëndrimet tuaja hapur, duke prit që kundërshtari nuk ti plotson, e ai ti plotson pastaj, fajtor kime mbet ti. Për që atonën si PZ, kemi thonë qysh në kryet herës, me përfundimin e zgjedhjeve. Kurti nuk i ka marrë votat për me zgjedh president, i ka marrë për me zgjedh qeverin. Qeverin, po. Hajrën ja pa qeveris, po presidentin nuk e ka obligim opozita mja zgjedh. Po është obligimi kuvendit, po kurse